jemi në këtë moment e lira, unë dua që ta kemi atë sfilatën, sepse na mbushet studioja me bukuritë të rralla, siç janë kostumet tona tradicionale, të veshura nga të rinjtë tanë, dhe mua më vjen shumë mirë do ta përgëzojë shkolla jo publike Fajkonica, e cila na është bashkuar në këtë rast. Ju keni një projekt, pas keni një projekt, po më thoje pak më herët, kështu që do ta tregoni nëse doni të tregoj një detaj. Këto nxënësit në fillim me zor vinin. Dhe tani më thot mësuesja që më thon se kur do filloj projekti prap, kur do shkem ke projekti. Duan të veshin kostume tradicionale. Po janë çdo javë në seminare për veshjen tradicionale. Janë 10 nxënës, 7 vajza dhe 3 djem, të cilët kanë veshur kostumet tona tradicionale, dhe unë dua t'i pres të gjithë e t'i ftoj në këtë sfilat të jashtëzakonshme sot në studio për ta zbukuruar edhe për ta mbushur syt me bukuri të rrallë patjetër, po edhe shpirtin njëkohësisht. Le t'i presim të rinjtë tanë. O, sa I shkon këtyre kaq të rinj dhe me kostume popullore, Sinqerisht. Çuna dhe goca dhe komplimenta, përgëzime, bravo, bravo. Shumë bukur kur ju sheh kështu të rinj edhe që duan dhe po më thoje që flasin me pasion tani, duan të angazhohen në këtë projekt, apo jo? Dhe më duket vetja sikur jam ajo ura lidhëse ndërmjet mjeshtrave dhe këtyre të rinjve që kanë dëshirën për ta përdorur dhe për ta vetë. Elvira, ti komentojmë pak? Edhe pse janë kostume që ne I njohim të gjithë mirë, po është bukur t'i shohim pak me radhë dhe t'i vëmë emrat. Është kostumi I parë që nisi Tiranës. Është kostumi I Tiranës, I Shqipërisë së Mesme. Dhe I familjeve aristokrate,
është vërtet një kostum tepër i bukur, i rrallë, që ka dhe shumë punë në të, madje po ta shikosh pjesën me rokoko të punimit të jelekut, është vërtet shumë e rrallë, por gjithsesi ne jemi munduar dhe kemi riprodhuar original që është e vjetra. Kalojmë tek kostumi i dytë që është xhubleta jone e famshme, xhubleta që tashmë na ka nderuar në gjithë botën, edhe faktin që është një nga krenarit tona tashmë. Ajo është krenari vërtet, por ka dhe një gjë tjetër të habitshme që është shumë elegante. I bën çdo trupi, i vjen bukur, ka linjë. E bën çdo trup të duket i bukur, se ka këtë karakteristikë. Dhe mënyra se si, e kam thënë shumë herë, mënyra se si ajo ndërtohet me prerje horizontale, krijon gjithmonë zgjerim vertikal, kjo është vërtet e habitshme dhe është një llogaritja aritmetike e çuditshme. Arti jashtëzakonshëm në gjeometri është e jashtëzakonshme dhe në llogaritjet e formulave. Kalojmë tek e treta është veshja e Vlorës, e familjeve aristokrate të Vlorës dhe vajzat e mbajnë aq bukur dhe kur ne shikojmë që vërtet janë të zavallë duken vajzat me këto kostume kaq të bukura. Kostumi Vlorës, pra ky që po shohim në këto momente, po, çfarë mund të themi? Ai vërtet është shumë elegant, pjesa me të cilën formohet nga mbrapa dhe si ngjeshet në vite dhe si punohet është shumë e bukur dhe mënyra se si është e bashkuar me këmishën që është pëlhur e bukur dhe me drithije të veçanta, e bën vërtet shumë elegant dhe shumë bukur atë kostum. Shumë i bukur. Kalojmë tek kostumi tjetër që është i lunxherisë dhe një elegancë e jashtëzakonshme. Është e çuditshme të shkosh në Gjirokastër apo në lunxheri dhe ti shikosh që vërtet në ato kodra, ato mala, ato gra janë veshur aq elegante, janë kujdesur aq shumë për pamjen e tyre, është gjëja më e bukur mund të më duket dhe madje them shumë herë, mbretëresha anglisë na e ka zili për të veshur një gjë të tillë. Veshje të jashtëzakonshme. Është e qëndisur bukur, e punuar bukur, me gjithë elementet që kanë ndihmojnë njëra tjetrën, materiale të kushtueshme, edhe rrin shumë bukur dhe sot, është shumë elegante, kjo është e gjitha. Me fjalë, të mendojmë, janë veshje që janë veshur para qindra viteve dhe shumë koleksione, them shumë herë, dalin çdo vit dhe hedhin koleksionin në mëparshëm poshtë, kurse këto nuk i ka hedhur asnjë koleksion poshtë. Kalojmë tek veshja tjetër? Veshja e Beratit, e familjeve aristokrate, është pelerina e Beratit me fustanin e qëndisur me tel. Duhet kishte edhe një jelek nga brenda, por ne morëm pelerinën sepse duket më bukur dhe më elegante. Gjithmonë zona e Beratit është shumë e pasur me qëndisjet dhe arin që ka në veshje, madje po të shikosh edhe mënyra që ka dhe veshje në burrave në ngjyrë lejla, shumicën e jelekëve i ka në ngjyrë lejla, tregon dhe kodin e familjeve aristokrate të cilën përdorin ngjyrën lejla të jelekëve. Bukur. Dhe kalojmë tek veshja tjetër, gjithashtu një veshje shumë e njohur. Veshja dardhare, është vërtet shumë elegante. Shumë e bukur. Kur shkojmë në Dardë, na duket si një fshat shumë i largët, po kur e mendoj çfarë veshje kanë, më duket një qytetërim shumë i hershëm dhe shumë i bukur, shumë elegant, vetëm mënyra se si është ndërtuar përparsja dhe mënyra se si e mbanin veshur është vërtet tepër elegante dhe tepër e bukur. I qëndron kohrave. Fantastike, pa diskutim. Vazhdojmë, kalojmë te kostumi tjetër. E komentojmë dhe atë. Veshja e Hasit. Veshja e Hasit. Do doja të shikonin dhe pak nga mbrapa atë jelekun, nëse vajza do të na ndihmonte nga kamera të këtij. Është, na bëngoj flokët e gjatë tani të vajzës. Mund ta ngrejmë pak, është vërtet tepër i veçantë dhe tepër i bukur. Madje ka dhe një gjë, gjithë vajzat mundohen ta blejnë dhe ta veshin dhe me xhinse, me një këmish e përdorin dhe në pjesën e përditshme. Mund të ktheheni edhe një herë për ta parë. Ja kapi flokët tani me që me dorë s'është vështirë, ashtu vetëm mbaje pak. Sa për ta parë, të qëndisë, kombinimi ngjyrave. Çfarë detaj. Shkon me çdo gjë. Ta veshësh me bezhen, ta veshësh me të purpurtën, ta veshësh me i palgjince, përdoret në çdo lloj mënyre dhe çdo lloj eventi, edhe event klasik, edhe event sport klas, dhe është shumë e përdorshme. Të mendojmë që është veshur nga gratë e Hasit, është një kombinim tepër i veçantë, i përparses, i ripit, i fustanit, i qëndisur aq bukur dhe të gjitha këto kur kombinohen me njëra tjetrën janë vërtet veçanta. Kalojmë tek
Njëri nga djemët, u mendova që ishi 3 juve? Dy kanë. Tani po shikoj që jeni 2, po. Veshja e burrave të mirëditës, edhe për meshkujt janë kujdesur shumë, janë stolisur, bukur dhe janë qëndisur. Dhe unë i them, jo qëndisje, po duket sikur është gdhëndur çdo gjë. Duket si një gdhëndje. Po. Një harmoni, një simetri, një perfekcion në gjithë shka të realizuar, kështu që janë vërtet shumë të bukura. Kalojmë të kostumi tjetër, veshja tjetër e vajzave të Elbasanit, që është përdorur shumë nga vajzat e Elbasanit, po dhe shumë e bukur. Ne jemi munduar e kemi parë, ma dje në një emision në televizor e kam parë kështu, si thua shkarazi dhe e kam punuar. Duhet ju kërkoj, veshja e djalit është veshja e Tiranës me brekushe. Po, normal. Tipike të Tiranës, të Shqipërisë të mesme, besoj. Ka Shqipëria e mesme. Dhe vërtet, duhet të them një gjë që nëpërmjet statusit krajinor që veshja ka, ne kemi një pasuri të jashtëzakonshme. Ju kërkoj ndjes të gjithë ato që nuk e kanë gjetur qytetin e tyre sot këtu, por në atelien tonë ne mundohemi të punojmë çdo gjë. Dhe sinqerisht në çdo detaj, në çdo veshje që prekim, në çdo veshje që shikojmë, çdo njëra prej tyre ka një veçanti, veçantin e krahinës vet. Dhe kjo është një vlerë të cilën unë mundohem ta ruaj, por kur ja tregoj të rinjve, vërtet ne kthejmë dhe një vlerë shumë të detajuar dhe shumë të pasur për t'ja treguar si të rinjve ashtu dhe turistave. Po mua më pëlqen shumë fakti që ti thua, tani që jenë në kontakt me të rinjt, me shkolla duke organizuar këto projektet, që ata i duan, i pëlqejnë veshjet popullore dhe duan dhe t'i veshin. Ndryshe nga ty kur ke qenë re, që nuk e doja as të paje, shikon si kanë ndryshuar kohët. Ishte turp në atë kohë, duke kështu sikur prapa mbetur, duhet ishe moderne, ndërkohë që sot të rinjt i duan edhe kjo është pa diskutim shumë e bukur. Pa diskutuar 2025-ën që ka qenë ngarkuar e jashtëzakonisht me projekte, por po flas për 2026-ën, deri nga janari, deri tani ne kemi bërë projekte që janë veshur mbi 150 nxënës në projektet tona. Sa bukur, bravo Edira, bravo, të lumë. Edira, unë të falenderoj shumë ty, do të falenderoj njerë nxënësit e shkollës Fajkonisa që ishin sot këtu me ne, edhe për këtë parat kaq të bukur të veshjeve tona tradicionale, që dikur është quajtur, do ishte quajtur fare mirë një parad mode, sepse dikur ka qenë pikërisht moda e këtyre veshjeve. Edhe në atë kohë do të ishte konsideruar si një fashion show. Sot, pa diskutim, hynte ato vlerat tona tradicionale, të cilat na zbukurojnë më shumë, syt, shpirtin edhe zemrën pa diskutim të gjithë shqiptarëve. Kudo ku janë, sa herë që i shohim shfaqje të tilla, veshje të tilla dhe mbi të gjitha të veshur nga të rinjt tanë.